Një sugjerim i thjesht 6 muaj më parë në një klasë në Bruksel u kthye në një përvojë të paharrueshme për një grup nxënësish dhe mësuesish belg që po vizitojnë Shqipërinë. Ishte mësuesja shqiptare, pjesë e stafit pedagogjik të kolegjit, ajo që propozoi Shqipërinë si destinacion e ardhshëm të udhëtimit studimor dhe nisur nga jehona që vendi ynë po fiton gjithnjë më shumë në fushën e turizmit, grupi nuk hezitoi ta përfshinte në agjendë. Pas disa ditëve udhëtimi, ndalesa e tyre radhës ishte në Shkodër, në qytetin e artit, kulturës dhe historisë. Moi cette visite, j'ai beaucoup aimé. Më pëlqeu shumë kjo vizitë në Shqipëri dhe ja vleti. Është hera e parë që vi dhe mësova gjëra të reja dhe interesante për vendin tuaj. Është një vend shumë i bukur dhe njerëzit janë të dashur edhe me ne të huajt. Voilà, j'ai appris que les temps... Nga kjo vizitë mësova se dikur jeta ka qenë e vështirë dhe njerëzit përballeshin me sfida të mëdha çdo ditë në Shqipëri. Për Hitlerin thuhet se ishte i dhunshëm, por komunizmi këtu ka qenë edhe më i ashpër. Kishte metoda që askush nuk mund t'i imagjinonte. Vendosëm të vinim në Shqipëri sepse na e sugjeroi profesoresha, por edhe sepse vendi juaj është bërë shumë i njohur për turizmin. Kjo vizitë studimore ja vleti vërtet. Mund të veçoj vizitat në muze dhe bashkëjetesën fetare mes katolikëve dhe muslimanëve, për të cilën nuk kisha dëgjuar më parë. Për mësuesen shqiptare që i shoqëron, ky udhëtim ka një kuptim të veçantë, një kthim në rrënjë dhe një mundësi për t'ua prezantuar të rinjve vendin nga i cili vjen. Shqipëria është vendi jon. Unë jetoj që prej 24 vitesh dhe normalisht që dua të tregoj nxënësve të mi dhe vendin tim. Deri tani janë shumë të kënaqur, kemi 3 ditë që kemi ardhur, deri tani është perfekt çdo gjë, të shohim. Në fakt unë kisha shumë pak ditë që kisha filluar në mësimdhënie dhe duke folur me kolegët për udhëtimet shkollore, ju propozova Shqipërinë dhe pastaj e aprovuan fatmirësisht dhe ja, erdhëm. Të rinjt belg vizituan muzeun në Sokuka, vendin e dëshmisë dhe kujtesës, Kalan Rozafa si dhe xhamit dhe kishat në Shkodër, duke u njohur me të kaluarën e vështirë të klerit fetar gjatë regjimit komunist dhe bashkëjetesën e veçantë që ka sot qyteti mes katolikëve dhe muslimanëve.